Analiza e sotme mban titullin Maqedonasit han kumbulla, shqiptarëve umpihen dhëmbët. Titulli i kësaj analize javore në lajm do të ishte edhe politika shqiptare ra nga provimi. E di se ndaj këtij titulli disa justifikues kujdestar do t'i përgjigjen me kundër argumentin. Po profesorët universitar, fakultetet e shumta juridike që funksionojnë në çdo universitet në gjuhën shqipe, po mediat, po gjykatësit, prokurorët, avokatët, juristët e ndryshëm, a nuk ran nga provimi kur është në pyetje testimi dijeve nga jurisprudenca? Duhet kuptuar qartë se politika ka privilegje të mëdha për një vend të vogël siç është ky yni, por ka edhe përgjegjësi. E vërteta është që mediat që para 5 muajve e së fundmi para 2 javëve e aktualizuan mos lejimin e dhënies së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ishte studenti Mevlan Ademi i cili me dije, pjekuri dhe maturi e adresoi qartë problemin. E hodhi topin tek politika, tek vendimmarrja, tek pushteti. Pra mediat bën punën e tyre, siç e bëjnë shpesh dhe në fund meritat për zgjidhjen e ndonjë problemi i marrin politikanët. Mirënjohje të gjitha mediave, sidomos atyre që inicuan, nxitën dhe e bën çështje të agjendës publike një të drejtë të fituar e cila u takon shqiptarëve. E kishin normë të shkruar e zezë në të bardhë, por nuk zbatohej. Mirënjohje edhe kontributit të ambasadorit të Shqipërisë, Denion Mejdani, për zgjidhjen e këtij problemi. Por sabri apo durimi do të na duhet ende sepse nga e thëna në të bërë është një det i tërë. Kështu që presim fjalët të bëhen vepra. Kur flitet për provimin e jurisprudencës, nuk bëhet fjalë vetëm për çështjen e gjuhës apo terminologjisë juridike, por më shumë për trajtimin dhe pozicionimin e shtetit karshi shqiptarëve, i cili nga diskriminues duhet të shndrohet në shtet i mundësive të barabarta për qytetarët. Përfundimisht, të drejtat duhet t'i garantoj shteti dhe jo të realizohen duke i kërkuar. Shqiptarët nuk janë lypsar në shtetin e tyre. Rëndom kur hapet kutia e Pandorës mbi mosrealizimin e një të drejte në rrjetet sociale dhe mediat tradicionale, ndizet diskursi polarizues në bllokun shqiptar, edhe pse si çdo të shihet, ai nuk është tërësisht vendimmarrës. Pushteti është i centralizuar tek kryeministri dhe segmentet të shumta të tij kontrollon partia e shumicës maqedonase VMRO-DPMN. Shpesh i bie që shqiptarëve u mpihen dhëmbët, ndërsa pala maqedonase i ha kumbullat, ashtu siç tham në hyrje të kësaj kolumne. Nëse ua do të mirën shqiptarëve, vleni e ka kohën pas gati 2 viteve pjesëmarrje në pushtet, që të ndërpres retorikën që në thelb bazohet tek strategjia e shfaqësimit dhe transferimit të përgjegjësisë historike tek BDI-ja. Siç edhe BDI-ja nëse ua do të mirën shqiptarëve, duhet të jetë vetë kritike dhe të pranojë se me gjithë lëvizjet pozitive në drejtim të avancimit të drejtave kolektive shqiptare, sidomos në periudhën 2017-2024, kanë ngelur shumë çështje të hapura. Aq më tepër që qëllimisht disa çështje nuk i përmbyllte deri në fund në stilin hiqe mos e kput, duke i bartur nga një mandat në tjetrin dhe duke thënë se marrëveshja e Ohrit është materie e gjallë dhe ajo nuk do të përmbyllet asnjëherë. Por fakti është që provimi i jurisprudencës nuk është i sotëm, as i djeshëm dhe kjo parti si për ironi apo fatin e saj jo të mirë, ka drejtuar në mënyrë konstante me Ministrinë e Drejtësisë, sidomos në periudhën 2002-2017. Pas kësaj periudhe ka pasur zëvendës ministra dhe shumë poste drejtuese në prokurori dhe sistemin gjyqësor. Më kryesorja, ligji i provimit të jurisprudencës është miratuar në shtator të vitit 2019, pa përkufizimin se shqipja mund të përdoret në të. Dështimin apo rënien nga provimi të kësaj partie e dëshmon edhe më shumë fakti se ky ligj u miratua plot 1 vit e 8 muaj pas miratimit të ligjit të gjuhëve në janar të vitit 2018, në të cilin eksponent të BDI-s shpesh thirren me të drejtë. Prandaj dorëzimi një projekt ligji të ri për provimin e jurisprudencës ishte më pakta që mund themi PR jo i mirë menduar.
Këtu nuk amnistohet as Aleanca për shqiptarët e Seles dhe Taravarit, e cila drejtoi këtë ministri nga shkurti i vitit 2023 deri në qershor të vitit 2024. Pra, nga përgjegjësia politike nuk shmanget askush. Deklaratës së zëvendës kryeministrit Bekim Sali se ka një mangësi në ligj i cili nuk saktëson gjuhën në të cilin duhet të jepet provimi jurisprudencës, por edhe dezinformatës së ministrit të drejtësisë Igor Filkov se nuk mund të lejohet provimi në shqip pasi ai teston njohjen e maqedonishtës, ka pakun ja vendosi shefi i qeverisë Hristian Mickoski. Me lehtësi në dukje përkatësisht me narrativ gjoja zemërgjërsie ndaj shqiptarëve, u shpreh se Shqipen e lejon ligji. U tha, u bë, foli zotëruesi i sferës politike. Vleni pas i tha me ngulm se Shqipja nuk është tërësisht zyrtare, gjë që është e vërtet, që sipas tyre dëshmohet me faktin se edhe një provim shtetëror nuk mund të bëhet në Shqip. Një orë pas lejes së kryeministrit, doli me parulla pompoze apo llafe të mëdha, me ne korrigjohen pa drejtësitë historike. Politika nuk duhet të jetë art i hiperbolizimit të veprave të zakonshme të qeverisjes. Në të vërtetë, ligji i Shqipes gjithmonë duhet të lexohet dhe interpretohet me dioptrinë objektive, tekstuale dhe hermeneutike. Kur flitet për Shqipen se është apo nuk është zyrtare, qëndrimet janë gjithmonë të ndara dhe kundërthënëse. Në pushtet atë dheu im është Maqedonia e Veriut, në opozit mbrojtës të shqiptarizmës. Metodë e njohur legjitime, por manipuluese. Politika nuk duhet jetë art i mashtrimit të njerëzve. Pa pretenduar se ligji mbi gjuhët është ideal, tërësisht i qartë dhe lehtë i zbatueshëm nga institucionet e shtetit, politikanët qofshin të pushtetit apo të opozitës, duket se duhet ta mësojnë dhe ta dinë përmendësh nenin 7 të Kushtetutës dhe nenin 1 të ligjit të gjuhëve, i cili thotë: gjuhë tjetër që e flasin së paku 20% e qytetarëve, gjuha shqipe, gjithashtu është gjuhë zyrtare dhe alfabeti i saj në pajtim me këtë ligj. Në të gjitha organet e pushtetit shtetëror në Republikën e Maqedonisë së Veriut, institucionet qendrore, ndërmarrjet publike, agjenci, drejtoritë, entet dhe organizatat, komisionet, personat juridik që kryen autorizime publike në pajtim me ligjin dhe institucionet tjera, gjuhë zyrtare krahas gjuhës maqedonase dhe alfabetit të saj, është edhe gjuha që e flasin 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe alfabeti i saj në mënyrë të përcaktuar me këtë ligj, pra gjuha shqipe. Ndërsa neni 2 i ligjit thotë se shqipja është zyrtare në procedurat gjyqësore, administrative, ekzekutive, procedurat parahetimore dhe hetimore, procedurat penale dhe përkundërvaqe, procedurat kontestimore dhe jashtëkontestimore, procedurat për ekzekutimin e sanksioneve si dhe procedurat tjera të parapara me ligje të tjera. Gjykatat, prokurorit publike dhe të gjitha organet tjera, trupat dhe institucionet tjera janë të detyruara ta mundsojnë shfrytëzimin, përdorimin dhe zbatimin e cilës do prej gjuhëve zyrtare, siç është përcaktuar me nenin 1 të ligjit të gjuhëve. Fakti që lejohet përdorimi i shqipes në sistemin juridik të vendit, me sistem logjik dhe analogji juridike, garanton përdorimin e shqipes në provimin e jurisprudencës. Në aspektin e shpjegimit të shkallëzuar, i bie që avokatit i lejohet përdorimi i shqipes, por jo edhe avokatit potencial. Nonsens. Në fakt, zbatimi zyrtar i shqipes ka nisur me hilet e palës maqedonase, të cilat shqiptarët i kanë ndjerë në rrugtimin historik. Në vitin 2008, kur u miratua përdorimi zyrtar i shqipes, gjuha jon lejohej në kuvend, por jo edhe në qeveri, edhe pse institucioni ligjdhënës është mbi atë ekzekutiv. Më vonë, paradoksi juridik u korrigjua. Fitoria e provimit të jurisprudencës është studentëve dhe e medjave. Lavdi i mbetet Mickoskit se nuk është aq antishqiptar sa thuhet dhe sa duket. Politikës shqiptare i mbetet disfata e paketuar si triumfalizëm.